U arrestua pak kohë më parë, kush është ish efektivi i policisë që i doli emri edhe tek mega operacioni Ura. Ish-punonjësi i policisë së shtetit Altin Morina rezultoni përfshirë në mega operacionin e fundit të koduar Ura. Emri i tij sërish del në hetime, këtë herë si bashkëpunëtor i grupeve kriminale, sipas dosjes së fundit të zbuluar nga autoritetet. Morina u arrestua në 4 prill 2025 pas ishte në kërkim nga SPAK për një çështje tjetër penale, megjithatë hetimet e reja lidhin atë edhe me aktivitet kriminal në një tjetër rast të ndarë nga i mëparshmi. Operacioni Ura i zhvilluar nga strukturat e posaçme antikorrupsion dhe forcat e rendit ka vënë shënjestër një rrjet të gjerë të përfshirë në veprimtari të palishme, ku përfshirja efektive të policisë bën edhe më të rëndë situatën.